Kompania publike Qabrati në Gjakov aktualisht ka një staf prej rreth 130 punëtorësh, ka pajisje të vjetra dhe të amortizuara, po ashtu edhe borxhe të vjetra ende të pashlyera, pa qartësi në asete. Mirë po përkundër këtyre, kryeshefja ekzekutive e kësaj kompanie, Nora Efendia Gola, ka gjetur edhe anë pozitive në mesin e shumë parregullsive. Kemi edhe një pjesë pozitive, cilët duhet mi përmend, kemi njerëz të gatshëm edhe për brenda kompanisë, edhe jashtë kompanisë, partnerë cilët janë të gatshëm me na ndihmu si ka aspekt, si ka strukturat komunale, si ka donatorët e ndryshëm, domethënë janë të gatshëm, mirë po krejt në varet edhe nga gatishmëria jonë, nga kompletimi, sa jemi na të gatshëm për mu adresu këtyne mundësive të përkrajes pak më të qëndrueshme të ndërmarrjes. Kompania Qabratit bën apel tek qytetarët që të jenë të rregullt në pagesat e tyre. Gjithçka çka duhet me bën kjo ndërmarrje është përmirësimi i shërbimeve, me çka presim që ndërmarrja në vazhdimsi të ofrojë shërbime dhe më kualitative qytetarëve, po ashtu e presim edhe përgjegjësinë e qytetarëve për pagesat e tyre. Unë i falenderoj shumicën e qytetarëve të cilët janë përgjegjshëm dhe i kryejnë obligimet e veta ndaj Qabratit, bëjnë pagesat e tyre mujore me kohë, sidomos ekonomitë familjare, shtëpitë. Mirë po problemet e mëdha kemi me banesa kolektive, të cilat 1% shumë e vogël për këtyne e kryjnë pagesën, me çka edhe mlidhen borxhet e mëdha. Ajo e pranon se ka shumë për të bërë në përmirësimin e gjendjes aktuale të Qabratit. Kryesorja çka kum pa në kompani është ngritja e resurseve njerëzore. Pastaj janë mekanizimi, për cilën duhet kohë me po një plan investiv, mandej nevojitet një sistem i mirëfillt i menaxhimit financiar, përveç atij të resurseve, sistemi i kontrollit të kualitetit, gjitha këto kompletojnë këtë ndërmarrje që të jetë e gatshme edhe të kërkoj ose të parashtroj planet e veta në të ardhmen. Shqetësim kryesor për Golën qëndron problemi i inkasimit të mjeteve financiare, e të cilat janë kyç në funksionimin e kësaj kompanie.